Dhe unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi i miteve, ndër të cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për Britanin. Pasi të gjitha shifrat flasin vetë. Në vitin 2024, numri i shqiptarëve që kanë hyrë apo tentuar të hyjnë në mënyrë të palishme në Britani është disa qindra. Ndërkohë që në momentin kur ne kemi shtyrë përpara për të ngritur task force-ën e përbashkët, arriti në 12.000. Përkatësisht në vitin 2022 kur pati një fluks të madh. Dhe nga ana tjetër dua që të theksoj këtu dhe një shifër që më bën shumë përshtypje dhe na bën shumë përshtypje në tërësi, ne shqiptarëve, kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1.500.